Kush mendon të ndërtoj mure nuk është i krishter. Deklarata e Papës, një referim i hapur ndaj propozimit të Donald Trumpit për të ngritur një barrierë në kufirin e Shteteve të Bashkuara me Meksikën, e zemroi keq miliarderin amerikan. Nëse Vatikani do të sulmojë nga ISIS-i dhe të gjithë dimë se kjo do të ishte trofeja më e madhe për terroristët, ju garantoj me bindje të plotë se Papa do të fillonte të lutej që presidenti i Amerikës të ishte Donald Trumpi. Qeveria amerikane më ka denigruar me Papën, pasi kërkon të vazhdoj të tallet me Shtetet e Bashkuara, si me kufit ashtu dhe me tregtin. Ata e din ama që unë kam kuptuar lojën. Francesku ka dëgjuar vetëm njërën anë të historisë. Ky ishte reagimi fillestar i manjatit të pasurive të paluajtshme ndaj komenteve të Papës Argjentinas. Por disa orë më vonë, Trump ndroi qëndrim dhe u shfaq shumë më i zbutur, duke folur me tone të ulta për një pap të cilin e respekton shumë. Francesku ka personalitet dhe po bën një punë mjaft të mirë atje jashtë. Është një njeri i mbushur me energji, tha Trump. Ashpërsia e tij fillestare ndaj qëndrimit të Atit të Shenjtë në fakt nuk duket krejt e papërligjur. Parapraket e radhës zhvillohen në Karolinën e Jugut, ku njerëzit e njohin frikën nga Zoti, dhe të kesh kundër vet Papën që deklaron se nuk je i krishter, mund ta bëj situatën vërtet dëmtuese.